Mëngjes. Jam shumë i shqetësuar. Ajo që ndodhi sot nuk duhet përsëritet më. Dhe dua të pyes tani se kush e organizoi atë kërcimin të Avolina. Të lutem Spiro çon në këngë. Je përgatitur për sot? Po. Po. Jam. Okej, provim gjithë klasën. Vëmendje lutem, po quajmë në këtë momente se kemi dy personazhe në skenë. Dy personazhe të cilët janë duke kërcyer dhe kjo është skena. E rëndësishme është që personazhet jenë tek X-i dhe të mos largohen nga X-i. Ka dy personazhe, po thoja. Ndonjëherë, në fillim, emocion. Bravo. Kush e tha humorin? Bravo. Roman. Ky çuni bën humor. Pasion. Notat dhe pikët jap në fund. Ulu. Tani e du. Ulu. Adela, mund të çohesh pak këtu? Ti je shumë e talentuar dhe ke dhëna edhe për balet. Mund me dëshmosh pak se sa e zonja je? Kërcimi është Viola me Drinin të Dance With Me. Profesor, faleminderit për këtë leksion kaq të vyer. Na mësove shumë gjëra rreth kërcimit. Por si mendon ta mbyllim me një kërcim? Cila ishte tema për sot? Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. And dance me to the end of love. Yeah, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Graziano De Jora. Drini çdo vajzë do kapitulonte në krahët e trupit të vallëzonte me Dance Me to the End of Love.
Dhe sigurisht i Viola, partnerit tënd që nuk e di me ke gjetur apo jo, duhet t'ja kërkosh që ta vallëzosh dhe ta performosh në ndonjë mjedis të bukur privat, në ndonjë ngjarje të rëndësishme jete. Madje mund t'ja mësosh, ti do ja mësosh. Do ja mësoj, jo. Një valës është gjithmonë i bukur, ëh? Domethënë e shijon gjithmonë skenë dhe edhe kësaj radhe e shijuam, kështu që për çdo që tenton ta kërcej është gjithmonë një emocion. Aq më tepër me mësimet që kemi marrë nga Albi, do ta ushtrojmë gjithmonë gjatë jetës dhe këtë e themi shpesh fakt në palestër që kjo eksperiencë na ka shërbyer për të perfeksionuar pak, gjithmonë do bëjmë pak kështu si mjeshtra, thonjza nëpër sallat e baletit gjatë festave tona. Edhe dhe ti kontributin tënd që shpirti i romancës të mos shuhet. Si e ke shpirtin e romancës ti, Robert? Lart? Absolutisht me një këngë të mrekullueshme si kjo e Leonard Cohen, që unë e adhuroj shpirtin e tij të brisht, muzikën e tij delikate. Unë edhe Perëndin e falenderoj për këtë në shpirt kaq të madh muzikor, që kalon këto perla në neve si trashëgimi kulturore. Edhe përpara këtij fakti seriozisht nuk kam asgjë për thënë sepse jam krejtësisht i përfshirë nga ky emocion. Edhe dua të them që ishte bukur. Është e vështirë të performosh, të kërcesh, domethënë me një background muzikor, të një magjie të tillë është. Edhe bravo, ju arritën qëllimit, shumë bukur. Unë duket si pabesueshme kjo, kur gjej Bertë. Po, është Leonard Cohen, Drin, Leonard Cohen që ma mori zëmrën. Unë e kam zëmrën cigane, Drin. Më udhton kur shef gjëra të bukura dhe kur dëgjon gjëra të bukura. Erion, ande nga tropoja, Erion, si keni shpirtin e romancës? Apo ande vetëm kërceni valle të fuqishme, dinamike? O cigarino nësje Erioni është në harmoni. E cutë lumjone, e të lumshin e durët e artizone, e në gjyllimate. Thosha vetëm që Erioni është në harmoni perfekte dhe me festat që kemi lënë pas, ato 28-29 nëntorit, kështu që atmosfera duket se vazhdon dhe këtë të thënë. Erion, një pyetje kisha, ande nga tropoja, si e shprehni të dashurave juve dashurinë? Sa bukur. Kjo është dashuri bio. Sa i them dashuri organike bio. Fakt organike dhe bio, dikush më shpjegoi nuk janë e njëjta gjë. Shi sa i lumtur është Erioni. Se sot ka rolin e Trovojanis, na sjell një valle me motive trovojane bashkë me partneret e tij Ingrid. Valvona, po ti imagjinoja ty që e vallëzoje këtë mrekulli muzikore njëherë me njërin djalë dhe njëherë me djalin tjetër. Se është shumë universale dashuria. Kështu po të përfituroja në këtë moment ti si princesh midis të dyve. O sa bukur. Është absolutisht një nga kërcimet e mia të preferuara. Dhe atmosfera që sigurisht vjen fillimisht nga muzika dhe pastaj nga ta që e kërcejnë, por valsi është një kërcim shumë shpirtëror, është aq elegant, shumë femëror. Edhe ju të dy e përsollët këtë emocion ke unë, e mora si kënaqësinë e muzikës, ashtu edhe imazhin tuaj që vinte bukur dhe harmonik me këtë kërcim. Dërsa ty Albi sigurisht po t'imagjinoja që mbas gjithë elektricitetit që përcjell Klaudia në skenë, paprikmas të dy relaksoheni, ju kanë dalë thinjat e bardha, keni kaluar shumë vite rrugëtim artistik dhe jetësor bashkë, dhe më në fund edhe ju dance me to the end of love. Albi, se ti edhe ke krijuar këtë koreografi. Veten tënde si e shikon brenda këtij vallëzimi? Tash ti këtu pak a shumë më fan, të gjitha po. Jo, përgjigju pyetjes time, se as Valvona si përgjigj komentit, as ti pyetjes time. Si e shikojnë veten time? Po në raport me të dashun e zemrës. Le për njerë tjetër të alkeda, nuk është momenti, po... Shi, sa të turpshëm që janë, sa të turpshëm që janë. Sa diskret që jeni, Moralvi, e pa besueshme. Mos flasim për tjerë, flasim për vetën, o mirë, ose për personazhet në fjalë. E kisha çik me violën dhe me... Mos flasim për të tjerët, por të flasim për veten? Po. Po fol, pra. Po e për veten, me që jam autori koreografisë. Po e nis çik nga... Po kam përshtypjen që kërcimi i Albit është tangoja me Claudien, se më kam parë një tango të pa imagjinueshme, të mrekullueshme të realizuar nga ta.
Një kamër që më ka mbetur në kujtes, ka disa vite që është bërë apo jo, Aldi? Janë, po, ka një 7 vjet. Më ka mbetur akoma në kujtes, ka një patos të pa imagjinueshëm. Janë përgjithësi Prandaj kërcimet e disa duket nuk karakterit. foli për valsin. Duke po e nis fillimisht çik me insertin, më pëlqeu shumë inserti i gjetur dhe Viola aty më gjati si një nxënëse e ngelur në klasë për një 2-3 vjet. Edhe më kujtoi pak veten time, se ishte më e madhe Viola aty. Sepse edhe unë kam ngelur, kam bërë një vit, kam bërë një vit, si më thonë shkollore, kam bërë 2 herë. Kam qenë kështu i prapët pak, edhe gjithmonë rria në bankën e fundit. Dhe mbasi bëja kështu zhurmë, mësuesja tha që banka e fundit dali jashtë. Unë mora bankën dhe nxorë jashtë. Dhe mbas atij veprimi 4-s nuk i ndasha. Mbas një farë kohe, me këmbgulje dhe për të treguar mësuesit që unë kisha ndryshuar, arrita nga mësuesja, duke më pasur mësues të keq, të merrja 8-ën. Edhe në këtë rast, me ju të dy, ju keni ndryshuar shumë syrin tim, jo se keni qenë kërcimtar të 4-s, dhe keni ndryshuar shumë, dhe në këtë rast, unë juve po jap një 8. Valbona pikët? Unë do jap një 9. Robert. 6. Mirë.